Eriola Çela është një eksperte shqiptare në fushën e digitalizimit dhe transformimit organizativ. Ajo jeton dhe punon në Zvicër, me një profil të ndërtuar në disa sisteme akademike dhe profesionale ndërkombëtare. Ajo ka një përvojë mbi 17 vjeçare në menaxhimin e projekteve komplekse në sektor të ndryshëm. Ka studiuar shkenca politike në Universitetin e Padovës dhe ka ndjekur programe masteri në fushën e ligjit dhe financës në Francë, Spanjë dhe Holand. Gjatë karrierës së saj ka punuar në Kanada në sektorin e sigurimeve, ndërsa në Spanjë dhe Zvicër ka drejtuar projekte globale për kompanitë e konsulencës, duke menaxhuar procese transformimi teknologjik në shkallën ndërkombëtare. Aktualisht ajo punon për një kompani farmaceutike në Zvicër, ku drejton programe digitalizimi dhe përmirësimi të ekselencës operacionale. Përvoja e saj përfshin modernizimin e sistemeve të vjetra burokratike dhe ndërtimin e strukturave më transparente dhe efikase, një ekspertizë që ajo synon ta ndajë edhe në kontekstin e digitalizimit të Shqipërisë. I rikthehemi personazhit i cili do të vinë në programin tashmë në programin Mirëmëngjes Shqipëri me Eriola Çelën, një shqiptare që punon dhe jeton në Zvicër. Deri këtu nuk do të kishte asgjë të veçantë, sikurse ajo është si mira shqiptarë të tjerë, miliona më duhet të them që jetojnë kudo në glob, por ajo është një shqiptare e veçantë sepse ja ka dalë të jetë një eksperte e njohur me një karrierë të pasur për ta pasur zili. Në fakt, karrierën e saj akademike duke jetuar në Zvicër, duke punuar për një kompani të madhe ndërkombëtare farmaceutike, duke udhëhequr projekte ku punojnë rreth 260.000 persona në 140 shtete të botës. Ju uroj mirëseardhjen në programin Mirëmëngjes Shqipëri Eriolës, kësaj shqiptare që na nderon sot me prezencën e saj në program. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe, dashur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Eriola, si është të punosh nga Shqipëria, një vend i vogël, ku digitalizimi dhe kultura e digitalizimit nuk është se ka qenë traditë, dhe gjithashtu tradita për të punuar me kompani të mëdha, sikurse kjo që thashëm nuk ka qenë gjithashtu tradit, të shkosh, të katapultohesh fal akademisë tënde dhe studimeve të tua tek një kompani e madhe farmaceutike siç është ajo që për cilën ti punon në Zvicër, duke drejtuar projekte kaq të mëdha ku janë mijëra njerëz të përfshirë. Është një proces, siç e përmendët juve, më kam pothuajse 17 vjeç, kam ardhur tangetisht tek digitalizimi, nëse mund ta quaj në mënyrë të tillë, pasi studimet e mia i kanë qenë në fushën e shkencave politike dhe ekonomike. Mendoj që digitalizimi është sfidë për çdo lloj kompanie, qoftë kjo e vogël ose e madhe, dhe mendoj për më tepër për kompanitë të cilat janë për kompanitë shqiptare, është një sfidë që ne, si thua, duhet që ta shohësh me mendje të hapur, domethënë me një këndvështrim të gjerë. Aktualisht unë kam drejtuar, përpara se të filloj te kompania ku jam tani, kam punuar për EY, ku kam drejtuar projekte në gati 140 shtete, dhe ajo çfarë mund të them është që gjëja kryesore që është më e vështirë kur bën procese ndryshimi dhe procese digitalizimi është ndryshimi i mendësisë, që do të thotë që ne jemi të gjithë kreaturat si thua, habitatit tonë, në sensi që ne jemi mësuar që t'i bëjmë gjërat në të njëjtën mënyrë, dhe kur fillojmë dhe kemi pak ndryshime dhe ndalim pa nga ai lloj habitati me të cilit jemi mësuar, ka pak rezistencë, dhe kjo rezistencë vjen sepse jemi mësuar që t'i bëjmë, kemi një lloj rutine, jemi mësuar që t'i bëjmë gjërat në të njëjtën mënyrë. Dhe mendoj që ka qenë një parkurs goxha i interesant, sepse kam mësuar shumë gjëra. Kam mësuar që ndryshimi fillon gjithmonë nga vetja, dhe kur shkoj të u flas domethënë kolegëve të mi në vende të ndryshme të botës për procesin e digitalizimit, duhet fillimisht që ta kem, si thua, absorbuar vetë dhe filloj që të flas me shembuj konkret çfarë kam bërë unë për të ndryshuar në këtë proces, dhe pastaj hajde si do të ndryshojmë si do të ndryshojmë proceset në një kompani. Por është një proces që gjatë gjithë kohës është një proces që ka, të përdor një temë anglisht, më falësh, që ka challenge, që ka domethënë vështirësi, nuk është një proces i ka sfida të shumta, dhe në fakt është ajo fjala e urtë që thotë kur nuk të pëlqen diçka ndryshoje,
dhe nëse ti nuk e bën dot ndryshimin, atëherë ti duhet të ndryshosh qasjen tënde në raport me fenomenet e mëdha me të cilat përballesh. Dhe ti shumë bukur e ke bërë ndryshimin e habitatit tënd, ke rikuperuar veten duke u përshtatur një bote shumë dinamike, një bote të madhe digjitale, e cila për Shqipërinë më duhet të them është shumë mikluese, tunduese, dhe gjithashtu dhe Shqipëria duhet përgatitet për këtë hap të rëndësishëm të digitalizimit të ekonomisë. Çdo të thotë ekonomi digjitale? Ekonomi digjitale do të thotë që ne jemi të ndërlidhur, me terma shumë të thjeshta që të gjithë ta kuptojnë. Do të thotë që çfarë je ti duke bërë për shembull sot në Tiranë, nëse je punojmë të dyja në të njëjtën kompani, çfarë veprimet që ti bën në sistemin ton, dhe unë që jam në Zvicër, është e njëjta kompani, ne jemi të ndërlidhura me nuk ka rëndësi nëse është Shqipëria, ose është Gjermania, ose është diku tjetër. Digitalizim do të thotë që ti vepron pa letra, në mënyrë shpirtësh, çdo gjë është në sistem, nëse unë dua të shikoj diçka çfarë ti ke bërë, atëherë mund të futem në sistem dhe mund ta shikoj atë, kuptohet nëse kam atë nivel aksesi, por do të thotë transparencë, jo letra, dhe do të thotë që veprimet janë të kontrollueshme dhe komunikojnë me njëra tjetër në mënyrë të menjëhershme. Më falë se nuk do të përdor terma të huaj. Je mirë kuptueshme, mos u shqetëso se dhe teleshikuesit tanë janë të përditësuar me terminologjinë e teknologjisë. Kjo do të thotë që për ekonominë shqiptare, nëse do ta bëj nëse do të jap një shembull shumë të thjeshtë për ekonominë shqiptare. Për ekonominë shqiptare çfarë kjo do të thotë? Kjo do të thotë që nëse unë jam për shembull një mjek, nëse marrim sistemin e mjekësisë, nëse jam një mjek, të gjitha veprimet janë të hedhura në sistem, diagnoza ime si pacient është e gjitha hedhur në sistem, dhe për shembull nëse flasim në kuadrin e Bashkimit Evropian, kjo do të thotë që në 2030, nëse ne futemi në Bashkimin Evropian, do të thotë që sistemet tona janë të lidhura të shëndetësisë, dhe nëse më ndodh diçka kur unë udhtoj si shqiptar që udhtoj në Itali, atëherë sistemet komunikojnë me njëri tjetrin, janë të lidhura dhe mjeku në Itali nëse diçka më ndodh dhe unë kam një urgjencë, i ka të gjithë historikun tim shëndetësor dhe më ndihmon mua që nëse unë kam një alergji ose diçka, ai e ka të gjithë historikun nëse ka ilaçe që unë nuk duhet i marr, ai ka të gjitha këto informacione dhe më jep mua trajtimin e duhur. Domethënë, ndërveprimi dhe lidhja është ajo në mënyrë të thjeshtë që ndërveprimi i informacionit dhe komunikimi i informacionit ndërmjet sistemeve të ndryshme është ajo që quhet digitalizim. Dhe në mënyrë akoma dhe më të thjeshtë për qytetarin, kjo do të thotë që një dokument për shembull që ti e merr në Shqipëri, unë fola për mjekësim, por mund të jetë edhe një lloj dokumenti tjetër, një dokument që ti e merr në Shqipëri ka të njëjtën vlerë ose është i barabartë me të njëjtin dokument që ti merr në një shtet tjetër të huaj, siç mund të jetë Gjermania. Por kjo do të vi vetëm në 2030. E kuptoj. Shqipëria megjithatë, sigurisht, do unë jo pa qëllim ta bëra këtë pyetje për ta treguar pak ekonominë digjitale, sepse ti e hape vetë këtë kapitull në të cilin Shqipëria ka filluar të jetë familjare të paktën prej 5 viteve të fundit. Sot ne flasim për e-Albanian, ku pa burokraci, çdo shqiptar kudo ku ndodhet, pavarësisht vendodhjes së tij gjeografike, e ka të mundur të aksesojë sistemin e të dhënave në Shqipëri, të dhënave personale, sigurisht kur kërkon certifikat, qoftë lindje, qoftë personale, qoftë familjare, qoftë certifikata që komunikojnë mes tij si individ dhe biznesit me organet tatimore, doganore gjithashtu, apo dhe me sistemin e hipotekave. Dhe Shqipëria megjithatë duhet të përballet me një tjetër situatë, siç ti the, të bëhet gati që këtë sistemin e-Albania që ka ndërtuar ta sinkronizojë edhe me shtetet Bashkimit Evropian në kuadër të antarësimit në BE. A janë të përgatitura hallkat shqiptare, po e nis nga sipërmarrja? Është sipërmarrja shqiptare bërë gati për këto hapa të rëndësishëm, revolucionare që duhet hedhë në vitet të vazhdim? Ju tha diçka shumë të saktë që është ne kemi një sukses të brendshëm, si thua, për tregun ton lokal, kemi e-Albanian. Dhe kjo kemi dhe sistemin e prokurimeve, i procurement, sistemin e prokurimeve publike elektronike. Por ne jemi gati, si thua, vetëm për të punuar brenda atyre kontureve të Shqipërisë, për tregun ton lokal. Për të vajtur dhe për të digitalizuar dhe për të shkuar që të jemi, si thua, të përgatitur për të bashkëvepruar ose për të ndërvepruar me tregun evropian, unë mendoj që kemi ende shumë punë për të bërë. Biznesi shqiptar ka ende disa hapa, por mendoj që disa prej hapave duhet merren, si thua, nga qeveria dhe disa prej hapave duhet merren nga biznesi. Nëse ju jap një shembull shumë të mirë suksesi që ne kemi patur në Shqipëri, është vitin e kaluar, në tetor, ne kaluar në sistemin unik të pagesave në euro, që është SEPA.
çfarë bën neve, ne kemi integruar në pjesë digjitale të ekonomisë tonë, që është moneda, që do të thotë unë sot mund të paguaj, bëj pagesa të menjëhershme, jam një tregtar në Shqipëri, mund t'i bëj një furnitorit tim nga Gjermania pagesa të menjëhershme nëpërmjet sistemit të SEPA-s. Ky është hapi i Prej qershorit dhe prej qershorit të vitit 2025, se dua ta theksoj këtu për teleshikuesit, është shumë e rëndësishme, Shqipëria ka hedhur një hap të rëndësishëm në komunikimin e monedhave mes Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian, pa paguar interesa shtesë dhe pa paguar kuota shtesë. Dhe është një veprim, sikurse ti e bën në Shqipëri, mund ta bësh në Itali, në Gjermani apo diku tjetër. Pra një hap i parë është hedhur në këtë drejtim. Tjetër çfarë duhet bëj biznesi në Shqipëri që të adaptohet me këtë sinkronizimin e rëndësishëm? Pikërisht, arsye pse e solla këtë si shembull, sepse ky është një nga shembujt si thua, ky ishte hapi i parë, por dhe më i rëndësishëm dhe më i vështirë. Domethënë digitalizimi dhe ndërveprimi me bankat në nivelin europian në mënyrë digjitale, pa kostë shtesë, siç ju e përmendët, një beneficë pa burokraci, pa asgjë. Pa burokraci, çdo gjë. Kjo do të thotë, arsye pse solla këtë si shembull është që të shpjegoj pastaj tek pjesa e biznesit, është që sot paraja që ne kemi në këtu në Shqipëri, është e njëjtë me paranë që është diku tjetër në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Ky është baza. Hapi i dytë tek biznesi do të thotë që ti duhet jesh në gjendje që të prodhimi që ti je duke dhënë, qoftë ky në pjesë prodhimi bujqësor, qoftë një prodhim industrial, duhet të jetë lehtësisht identifikueshëm në tregun e Bashkimit Evropian. Ka dy gjëra, një që ne kemi aktualisht, që është certifikata digjitale për produktet, në mënyrë të tillë që dikush që është duke prodhuar një prodhim bujqësor në një vend të caktuar të Shqipërisë në jug ose në veri, bën disa teste për të certifikuar që ky është prodhim brenda normave dhe ti ke një kod kur shkon në dogan, nuk ka nevojë as për lekë, as për gjë për ta certifikuar. Kjo është e para. Për bateritë dhe për tekstilet është një pasaportë e re që quhet pasaportë digjitale që ka dalë që Bashkimi Evropian e ka dhe që gjithë prodhuesit brenda të tekstileve duhet që ta kenë në mënyrë të tillë që të tregojnë preardhjen e produktit dhe në mënyrë shumë të shpejtë konsumatori të ketë informacion si është prodhuar, është paguar punojësi, a është me brenda këtyre normave që mos ketë produkte kimikate e tjera. Për ta bërë akoma dhe më të thjeshtë, nëse për biznesin shqiptar që çfarë do të thotë tek pjesa e digitalizimit, unë mendoj ka disa gjëra shumë bazike që duhet kohen. E para është që të ketë një lloj të ketë lidhje nga pjesa digjitale me botën e tij. Aktualisht pjesa më e madhe e produktorëve, sidomos atyre të thjeshtë, prodhojnë për tregun vendas, por tregu vendas është shumë i vogël, kosto jashtëm e lirë kuptohet. Të fillojnë si thua, nëse mund ta them me terma shumë bazike, të hapin qoftë edhe një llogari në Instagram, në këto rrjetet sociale, që të fillojnë dhe të reklamojnë produktet e tyre. Kjo është aja, është baza. E dyta është duhet pjesa e certifikimit, e pjesa që të prodhojnë produkte të cilat janë brenda normave të Bashkimit Evropian, në mënyrë të tillë që kur produkti ynë të kalojë nëpër dogana, mos të ndalohet, sepse ka raste që kanë ndodhur, domethënë që produkti ka qenë i certifikuar që po i ka këto norma dhe është identifikuar që nuk i ka këto norma dhe rregullat e Bashkimit Evropian janë shumë të forta që do të thotë që nëse një produktor identifikohet si produktor që e ka shkelur këtë normë, për shembull, ai për 6 muaj nuk lejohet më që të eksportojë asnjë lloj produkti drejt Bashkimit Evropian. Pra, një lloj ndërgjegjësimi që tani nuk e duke prodhuar, nuk mund të vazhdosh të veprosh me atë lloj mendësie që ndoshta mund të kemi patur më përpara. Tani rregullat janë më të forta. Duhet që të veprohesh në mënyrë të rregullt, në mënyrë të tillë që të kapësh dhe tregun e jashtëm. Dhe ja këtu futet interpretimi im si gazetare dhe çfarë duhet bëjë sipërmarrja shqiptare që të jetë gati pikërisht në muajt dhe në vitet në vazhdim, duhet siguroj informacion,
transparencë, duhet sigurohet cilësi për produktet e veta dhe vërtetësi për originalitetin e produktit dhe gjithashtu një standard të rëndësishëm i cili duhet jetë i njëhsuar për produktet që do t'i ofrojnë në të ardhmen tregut evropian. Kështu që besoj këto 4 komponent, ti si eksperte digjitale dhe njohëse e mirë digitalizimit të ekonomisë, i vlerëson që janë hapa të rëndësishëm për sipërmarrjen shqiptare. Çfarë duhet bëjnë anën tjetër autoriteti shqiptar, pra qeveria në këtë rast, që t'i përafrohet mundësisë të sipërmarrjes, që t'ja dalë të përparojë dhe të arrijë me sukses të përballojë konkurrencën, se duhet jemi të sinqertë me publikun. Të përballesh me një treg si Europa do të thotë të përballesh me një konkurrencë shumë të madhe, një konkurrencë e cila është e imtësishme në të gjitha detajet e produkteve, kështu që për të bërë gati dhe Shqipëria, autoritetet shqiptare duhet ta bëjnë gati sipërmarrjen apo jo? Çfarë duhet bëjë qeveria? Ju tha disa elementë që janë në të vërtetë shumë të drejtë, pjesa e transparencës, tani do të kemi shumë herë më transparencë nëpërmjet digitalizimit dhe janë çfarë do të bëjë qeveria shqiptare për mendimin tim, është që duhet, si thua, të shpërndaj informacioni. Kjo është baza. Aktualisht një person që është duke punuar, një fermer i vogël, një prodhues i vogël në një zonë të largët të Shqipërisë nuk e ka këtë lloj aksesi të informacionit. Kështu që qeveria shqiptare duhet pikë së pari t'i ndihmojë në dhënien e informacionit në mënyrë të tillë që ata të dinë çfarë është e mundshme. Ka disa iniciativa të cilat kanë të bëjnë me digitalizimin që japin fonde speciale për prodhuesit e vegjël shqiptar, të cilët të kenë mundësinë që të informohen. Kjo e gjitha do të bërë vetëm nëpërmjet portalit i Albania, siç u përmend pak më sipër, domethënë që pjesa e komunikimit dhe pjesa ku qeveria ka ofruar për mendimin tim deri tani, mendimi modest, që si thosh ata autostradën i Albania. Duhet të bëj akoma dhe më tepër që të bëj të mundur që gjithë biznesi, sidomos biznesi i vogël shqiptar, të jetë i regjistruar në Albania. Të gjithë të ketë një numër informacioni, të ketë një numër NIP të informacionit dhe pastaj ta edukoj biznesin në mënyrë të tillë që thotë, okay, ka fonde të caktuara për zhvillimin e fermerëve, të agrikultorëve të vegjël, dhe nëpërmjet dhënies së këtij informacioni, dhe nëpërmjet dhënieve këtyre fondeve të vogla, këtyre mikrofondeve të vogla, ta ndihmoj biznesin e vogël që të ketë një qasje më ndryshe ndaj digitalizimit. Pjesa më e madhe e biznesit të vogël, nëse më lejoni, mendojnë që digitalizimi ka një kosto. Dhe unë mund të them që po, digitalizimi ka një kosto, por është një kosto shumë e vogël dhe papërfillshme në krahasim me atë çfarë ju ofron, që është një lloj zgjerimi dhe hapje ndaj tregut që nuk fokusohesh më te tregu i vogël, por shkon tek tregu i madh, tek tregu evropian. E kuptoj. Eriola, ti je shumë modeste kur vjen puna për t'u përgjigjur karrierës tënde dhe vlerësimit për karrierën tënde, sepse unë insistova ta bëja që në fillim këtë gjë duhet të tërhequr tek kurthi i mirë i gazetarëve për të mësuar diçka më shumë për ty, por sigurisht si do ta vlerësoje ti këtë rrugtimin tënd deri në këtë moment që ke mbritur? Sepse është frymëzues për të gjithë ata të rinj që i kanë hyrë botës akademike të vlerësimit të jetës së tyre për të profilizuar tek ekonomia, digitalizimi dhe teknologjia gjithashtu, kështu që kur një shqiptare e mirë si ty ja arrin të drejtojë projekte kaq të mëdha në 140 shtete me mira punonjës brenda ti, pse jo ti je një shembull frymëzimi për të tjerët apo jo? Faleminderit. Po, mendoj që... Më në fund dhe the një fjalë, po. E ka pak të vështirë të flas për veten në e kuptoj dhe unë prandaj e thash. Do qoftë se ka një diçka që mund t'i them, unë kam nisur rrugëtimin tim në Shqipëri, domethënë kam bërë studimet jashtë, pastaj u ktheva disa vite në Shqipëri dhe kam nisur rrugëtimin tim te UNDP Albania dhe pastaj vetëm të bëja një master jashtë, gjeta si thua shortin tim jashtë dhe ngela jashtë, nëse mund të themi. Por gjatë kohës kam pasur këtë dëshirën që të kontribuoja pak te vendi im dhe nëse ka diçka që mund t'i them të rinj është sot ka shumë herë më tepër mundësi në Shqipëri, sepse tregu është hapur dhe ta bëjnë atë si thua karrierën e tyre në Shqipëri. Karriera jashtë është shumë e bukur, por nuk ka ardhur në mënyrë kaq të lehtë. Shpesh herë më është dashur shumë herë që të filloj prapë nga A-ja, mbasi mbarova masterin, shkova në Kanada, më është dashur që të filloj përsëri nga zeroa për të arritur diku tjetër dhe duke qenë dhe se jemi si e huaj, të duhet që të bësh shumë herë më tepër sakrifica për të arritur dhe për të treguar vlerat e tua, ndërkohë që dikush tjetër që mund të jetë shtetas evropian ka këto gjëra pak më të lehta. E qartë. Një krenare
kur u them të tjerëve që kur flasim për Shqipërinë ka shumë shembuj pozitiv, ndjem krenare kur them që okay, unë vi nga Shqipëria, po më është dashur vërtet që të bëj shumë sakrifica për të arritur këtu, por është një udhëtim i bukur. Mendoj që gjitha këto sfidat na rrisin. Dhe shumë mirë. Është vërtet kjo që them. Është vërtet, sfidat na rrisin, vështirësitë na pjekin nga pikpamja profesionale dhe njerëzore gjithashtu, dhe faleminderit shumë për mesazhin që u the të rinjve që janë në rrugën e tyre akademike të formimit, që nëse kanë mundësi, sot tregun e kanë të hapur edhe nga Shqipëria, kështu që ta mendojnë një hap kontributin për Shqipërinë, sepse kontribuojnë pikërisht për tokën Am. Erol Axhela, ishte shumë kënaqësi që të kisha sot në program. Të uroj sukses edhe një vit të mbar. Dhe kur të jesh në Shqipëri, kur të na vish për pushimet e verës, mbasi ne do të jemi këtu në program dhe mund të na vish drejt për drejt për të na dhënë këshilla të tjera për të rinj që duan të hyjnë në botën e ekonomisë digjitale. Faleminderit dhe fundjavë të mbar. Shumë faleminderit. Ditë të mbar, mirupafshim. Ishte kënaqësi. Do të ecim më tej, janë minutat e sportit për cilat vjen Kristi tani. Do të ndiqni programin Mirëmëngjes Shqipëri, i cili çdo ditë dedikon një rubrikë të veçantë sportit dhe të rejave prej tij. Ecim.